Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në emisionin më pa buks në Portokalli, parashikimi i modit për sot dhe gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Inshallah, mire më mirë. Gjithsesi do e fillojmë të parashikim modit për sot me një lajm të orës së fundit. Forcat e rendit bëjnë të ditur se para pak qastesh në pikën e kalimit kufitar të Kapsh Cicën është arrestuar babagjyshi vitit ri bashkë me 12 drerët e tij. Arsyeja e arrestimit ishin se bashkë me të u gjetën 2 ton kutia, të cilat nuk bëjnë të ditur se çka kanë, po thonë që janë të porositura nga njerëz anonim. Gjithsesi policia ka marrë në pyetje të gjithë drerët, por asnjëri nuk ka pranuar të flasi. Vetëm një nga drerët pranoi të flisë dhe dini çfarë tha? Baba. Policia ndërkohë ka hedhur hipotezën sepse ky mund të jetë një rrjet i gjerë trafikimi që mund të kalojë dhe Europën, por gjithsesi ajo ka nisur bashkëpunimin me Interpolin e Big Brotherit për këtë punë dhe pritet që të sjellin sa më shpejt rezultate. Gjithsesi, kalojmë më njëherë ke moti. Si do jetë moti për vitin e ri? Po për vitin e ri 2012, një gjë është e sigurt, shqiptarët këtë vit do myten lek. Do myten lek. Po, dhe a dini pse do myten lek? Po apo jo? Sepse kam pak shumë në ëndër, prandaj. Gjithsesi të dashur miq, viti 2012 pritet të ketë situata anormale të shkaktuara dhe nga ngroja globale, siç është për shembull zgjedhjet presidenciale ose fushata elektorale, por qeveria me një fond modest fare prej 9.8 miliard euro do bëj shumë investime këtë vit me që kemi dhe 100 vjetorin. Më saktësisht, në Tiranë do ndërtoj një T. Në Rogozhin do ndërtoj një R. Në Antigone do ndërtoj një A. Në Përmet do ndërtoj një P. Në IB do ndërtoj një I. Dhe në Nepravisht do ndërtoj një N. Hajde ne... Gjithsesi unë uroj të gjithë shqiptarëve, ju që jeni këtu, ju që na ndiqni nëpërmjet ekranit dhe gjithë shqiptarët kudo që janë në botë dhe kudo që s'janë në botë, gëzuar vitin e ri, inshallah mire më mirë, jo për gjë, po e meritojmë më vlla se ngelem të vujta burit. Po ngelem të vujta burit. Tani ta mbyllim emisionin tim ashtu siç ka lezet. Unë do the pjesën e parë, do thoni pjesën e dytë. Nga Oni Sof Metalla, natën e mirë, i rujt Zoti inshallah.